Kur e konstituon Kuvendin, herën e kaluar, edhe e formuam qeverinë, çka thatë? Thatë s'ka me konstituu Kuvend, as me formu qeveri pa marrëveshje. Tash ku po dojnë me po marrëveshje, po thunë konstituoni Kuvendin. Kjo i vjen, populli thot, hypse të vrava, zhdrëpse të myta. Jo duhet fillimisht në rrugë konsistencë. Apo më mutash. Nuk është në rregull. Pritëm një minutë. Ajo kolege e të gjuhën me ujë. Po çu vjen turp? Prit një minutë. Po çu vjen turp? Jo. Leve po. Vitin e kaluam seancën çdo ka të tur. Zotë Ludan, ndërtoni mas pari argumentin. E më pastaj. Po pse se thirr Pra pa marrëveshje. Po vitin e kaluam pa marrëveshje. A kena pas vitin e kaluar? Po nuk thet kush të marrëveshje. Që to skena duhet më eliminu. Nuk thet kushtetuta. Tu keni pru jo. Tu keni pru jo. Nuk keni pru Kuvendin. Nuk thet kushtetuta. Ti ke pru. Jo e keni pru ju me mungesën elementare të konsistencës politike. Nuk thet kushtetuta me po marrëveshje, po me konstituu Kuvendin. Ju duhet fillimisht me ndërtu argumente. Ju s'keni argumente. Ken argument, kem argumente tur A kemi shkel kushtetutën? Ju s'beson që ka kushtetuese. Çaj more, po çaj. Qëllim shumë e ka shkel, me vedi e ka shkel, krejtësisht me vedi. Jo, ti në komunitimin private, nuk ka fjalë min botë që nuk më thu. Edhe këtu më bën drama mu, edhe do vet kolegun ton parlamentar. Po kjo keni radikalizuar dhe mu, mu keni radikalizuar. Radikalizuar se po më është në mbrojt, po vetë kënjeshtë. Mashtru, rëndë, si jetu rajt publikisht në Kuvend. Edhe profesorët e rëndë. Mashtru, rëndë. Majtë përësi personale juridike për... Edhe personale që këtë këmë. Hajde. Jo, së Hajde. fizikisht. Që ti mësu fizikisht. Hajde. Fizikisht. Rëndë. Mashtru. Se jam rëndë. Se e rëndë, për është rëndë, si të rajt, ty publikisht e të rajt. Se kapaciteti ty do në menduar jashtë zakonisht i vogël. Më shumë ke kime në fytyrë se sa neuronë në trup. Ik atje. Edhe kjo ditë po dëshmon si asnjëherë më parë që ka nevojë për marrëveshje për ta përbën të presidentin protestën përpara. Por po kërkohet që të respektohet afati kushtetues ndërkohë. Pse s'po respektohet kjo afat? Është pyetja. Opozita nëse vërtet do të seancë ka mundësinë mbledh 40 nënshkrime dhe me thirr seancë jashtëzakonshme. Po nuk është çështja e seancës. Çështja është që ne kemi një problem që po e karakterizon këtë krizë më shumë se sa le të themi prim shkurtit të këtij viti. E që është dakordimi për presidentin. Do të akordomi, do të arrijmë marrëveshje bashkërisht për të dhënë vendin një president konsensual. Kush ka problem për një president konsensual? Pastaj ne mund të vazhdojmë këtë betejën politike për opozicion. Kuvendi i Kosovës Atëherë konstituo Kuvendin. Deputete. Por nëse nuk kemi një marrëveshje paraprakisht të zonja Musliu, atëherë konstituimi nuk kupton shpërndarje. Ne nuk duam shpërndarje të Kuvendit, nuk duam zgjedhje, duam marrëveshje. Ju frikoni me shku edhe në zgjedhje dhe me konstituu Kuvendin. Nuk e di pse është kaq problem që të ulmi tavolinën të dialogojmë. Po shini çka hekim Kuvend. S'ka argumentim racional. Mos me diskutu Kushtetutën e të shkel, super kriminale. Nuk e di pse është kaq shumë problem që të diskutojmë për presidentin, domethënë, të ulmi. A ki pa kuj kemi sa po bakse. Çfarë vërtet? Jo, veç ujë po lipi më na fresku. Pse po vërtet? Sepse nuk po ndëgjohem mirë për shkak të zhurmë të tepër të mëdha që po bëni. Shteni du xhepa mos qet me dur. Unë çes me dur. Ja ti durës ma bëj. Marrëveshje Profesor, del para studentave shkel kushtetutën. Sot ti sillesh dyshë privat, privatun s'kam problem me ty, o zotni. O s'kam problem privat me ty.
Çfarë marrëveshje duhet Adnan? Çfarë marrëveshje duhet me konstitutën? Nëse keni probleme u taku me zotin Kurti, hajde takomi një bashkërisht si deputet edhe të kemi një takordim për presidentin. Marrëveshje për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Konstituimi pa marrëveshje zgjedhje gone. Nuk kemi nevojë për zgjedhje gone. Para 6 muajve. Po shku prap zgjedhje. Po shku prap zgjedhje. Po atëherë të resonse me 40 nënshkrime, po nuk ka këtu problemi. Po. Pse duhet me pas probleme u taku me njëri tjetrin me bisedu, do të mirë kuptim, do të përgjithshmëri, do të marrëveshje, do të takordim. Politike përpara se me pas problem marrëveshje. Nuk bën Hajde të rësohë sa të flasëm se onë. pa marrëveshje është përndarje. Kur ti me caktua këto marrëveshje, ha? Ti me do me caktu këtua. Hajde me propagandën. Nuk tutmi, po dojmë marrëveshje. Qëndrimi jonë është konstruktiv, po dojmë bashkëpunim me juve, po dojmë bashkëpunim me juve, pikërisht. Po e ftojmë në marrëveshje, në dialog, po e ftojmë në marrëveshje. Le të ulemi të diskutojmë, përgjigje pozitive të Kurtit. E janë të japim vendit president, e janë të ulemi në tavolinë, të arrijmë marrëveshje, të akordojmë për president konstitucional. S'ka nevojë me u bë president konstitucional, neutral, bipolar, ose cakto ti unë po i ftoj, pse i kundër presidentit konstitucional? Po pse po i kundër? Pse i kundër presidentit konstitucional? Pse i kundër presidentit jo partia? Hajde, ti je jurist i madh, ti mbron ligjin. Jo jeni superkriminal, jeni superkriminal. Unë me superkriminal, atë keni konstitutën nuk ka dialog. Unë nuk dialogoj për asnjë proces. Ne, ju jeni kriminal. Ju jeni superkriminal. E ke shkelur të tonë. Cila është zgjidhja nëse s'kemi marrëveshje? Cila është zgjidhja nëse s'kemi Sa herë ju keni lënë, sa herë ju jeni shkuar takime të partive kushtetarë? Nuk na keni shkuar asnjëherë për presidentin historikisht. Po jo, se na me 38 deputete këna zje, po vini të pa. Ai keni pasur do marrëveshje tjera që na sigojnë, na do marrëveshje parimore, ulmi në tavolinë. Jo se keni pas probleme u taku. Jo se keni pas probleme u taku me Taçiçi, Vučićin, Brnabićin, e keni probleme u taku me Kurtin. Kjo është shumë të ardhur kesh. Se keni pas probleme u taku edhe Prishtinë me marrëveshje me ta, keni probleme me Kurtin. E atakomi në fund të fundit jeni shqiptar, parti politike shqiptare, se keni pas probleme u taku historikisht me ta. E atakomi. Hajde, dakordomi për presidentin. Konstituimi i kuvendit pa marrëveshje për presidentit janë zgjedhje, nuk duan zgjedhje. Se po doni zgjedhje? Se po doni zgjedhje? Se po doni zgjedhje? Jo s'ka rëndësi po magone këtu. Përveç vendi ka nevojë për institucione, ka nevojë për bashkëpunim, ka nevojë për konstruktivitet, ka nevojë për dialog. Ka nevojë për të arritur marrëveshje, ka nevojë për të hapur vendin president, ka nevojë për marrëveshje. Nuk është problem. Pse duhet të pas problem marrëveshje? Jo, na s'kena problem. Hajde. Po e janë i takomi, po pse s'po janë zoti Hamza mu taku me zotin Kurti, me arrit marrëveshje domethënë. Na kemi timin si deputet, hajdeni këtu edhe konstituimi pa marrëveshje është zgjedhje. Ju Hajde i konstituojmë kuvendin, hajde. Thirrë një seancë. Faleminderit. Thirrë një seancë. Thirrë me Ju jeni 40 nënshkrime. E shkelni Kush është kriminala këtu? Jo, jeni super kriminala. Unë po flas me definicionin e filozofit juaj. Filozofi juaj ka thënë. Filozofi për të punë heq. Thirrë një seancë.